Nuk ka dalje nga ngërçi politik as pas seancës së sotme. Deputetët po vazhdojnë tash në 29 seanca duke mbajtur qëndrime të njëjta. Me një skenar të njëjtë që nga hera e parë, duke zgjatur vetëm pak minuta seanca dhe duke vazhduar çdo 48 orë, nuk po shihet asnjë rezultat. Vendi i kryetarit të kuvendit ende është i zënë nga deputeti më i vjetër i dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Avokati Arjanit Koci edhe këtë radhë ishte jashtë kuvendit, ku si qytetar po kërkon reflektim nga deputetët dhe dalje nga ngërçi politik. Ai në të shumtën e herave u bënte pengesë deputetëve për të prononcuar për media, duke u kërkuar atyre që të futen brenda kuvendit dhe të vazhdojnë punën për të cilën kanë ardhur. I kanë të gjitha nëse më pengot, lutem shkoj ki punë tua, apo të pengojnë e ty në punë tua. Jo, më pëse me të pengu, s'ka me të kadrë në punë. E krymë. Po në tjetjaj që më tregojnë mua me folë, pretëm që aty foli. Jo, ti si e me mu si më folë. Kur? Jo, ti por kur kush? Kur, heq? Era para më ramë ti mu që më pengon. Ti mu më se më pengo kur? Pretëm aty. Jo, ti por gjatë deputat. Jo, s'ki shonë, ti tjerë, qka bën me tjerë të punë e jote. Po, unë e me dhe me ty. Jo, me mu, jo. Ti më se mësu. Jo, me mu kur, ti jasë kërkush. Le të krymë punë, tonë. Ja. E kom dësta për hen. Po tu së vëvës s'kan drejt mu më drejt mu. Ja, si më po tu si vëvës. Një deklaru publikisht, falenderoj shumë. Hiç mos u deklaro, lutem hinë. Është do ti protesto. Hen, sekreti kom nalë. Po protesto, që do që kjo protestem, jo s'pekryni. Falenderoj shumë. Shumë djali mirë. A jo mi mirë, avokat jetë i ligjet. Po normal, ani dhe dhënë e shkeli ka njerë. Koci në seancën e radhës kërkon që edhe presidentja të ndërhyjë në këtë situatë dhe deputetët t'i kthejnë pagat nëse ato i kanë marrë. Me kurën është hera 30, unë e ftoj tash edhe presidentja më kyç, edhe më mos të gjasin më tepër. Edhe i ftoj deputet, nëse kanë marrë rroga këto 3 muaj sa s'kan punu, le t'i kthejnë, ose le t'i japin për sos kindërdor apo për në një çështje humanitare. Ndërka gjatë ditës së sotme, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka zhvilluar një takim me kryetarin e komunës së Mitrovicës së Jugut, Bedri Hamzën, ku nga qeveria në detyrë është bërë e ditur se aty u diskutua puna në komunën e Mitrovicës së Veriut dhe asaj të Jugut dhe bashkëpunimi ndërmjet tyre. Sot 4 muaj që nga zgjedhjet parlamentare, Kosova ende është në krizë institucionale. Atëherë ndërpritet seanca dhe vim me 11 qershor në orën 11.